Sprova është mëshirë prej Zotit. Sprova është argument se Zoti do fort. Pra ti mund t'jesh i hutu, ti mund t'jesh i zhyt, ti mund t'kesh problemet më dha, Zoti nuk do që të vazhdosh në atë mënyrë, dhe Zoti t'jep një goditje që ti, si theminel, të vish në vete, të kuptosh se nuk je aty ku duhet. Zoti do me të pastru, ti je i rëndu faktikisht, po ti nuk e kupton. Dhe Zoti t'jep një shkundje me sprovën që të sjell, në mënyrë që ti të lirohesh nga gjunat, nga mëkatet. Ose ndoshta Zoti ka përgatitur diçka për ty që ti se meriton faktikisht, je shumë ngadal, je shumë i dobët. E Zoti t'jepi të shtyna, t'jepi goditje që ti të arrish aty ku Zoti ka përgatitur për ty. Ky është kuptimi i sprovës. Ose të shkund nga gjunat, ose është goditje që të arrish aty çfarë ka përgatitur Zoti për ty. Pra në gjitha situatat, sprova është e mirë. Në gjitha situatat.